Mimoza Ahmeti, emri që mbajti pas ekranit të madh dhe të vogël. Poetja mjaft e dashur rrëmbeu zemrat e publikut që ditën e parë që u bë pjesë e formatit Ferma VIP. Në natën e finales së madhe, Moza u surprizua nga 3 aktorët e mirënjohur të kinematografisë shqiptare, Raimonda Bulku, Ndriçim Xhepa dhe Arben Derhemi, të cilët lexuan poezitë e saj. Por surpriza më emocionuese ishte ajo nga vajzat e saj. Eir, vajza e madhe e Mozës, e cila jeton në Rom, lexoi një poezi të mamas së saj. Më pas, pjesë e skenës u bë vajza e vogël Luka, e cila erdhi nga Kanadaja. Por me hyrjen e saj, Moza nuk e njohu dhe i kërkoi leje të mos lexonte, por të dëgjonte një këngë nga vajza e madhe Eir. Më pas, Moza e njohu vajzën e vogël dhe mes emocionesh, ajo i ka dhuruar puthje për qafime. Vajza ime vogël, nuk e njoha se kam 2 vite pa e takuar. Ti më the që nuk më flet, i tha Moza vajzës së saj mes emocionesh. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.